Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. صدق Allahu al-Azim fima qal. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Dhul Xhelal, Zotit e kësaj bote dhe botës tjetër, i vetmi gjikues e sundues në ditën e fundit. Vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje falje, mëshirë dhe rahmet kërkojmë. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi Muhammed Mustafa, mbi familjen e tij, mbi gjithë ata që pasojnë sunetin e pejgamberit deri ditën e mram, ja Rabbel Alamin. Deshta që sot të merrem me temën respektimi, gjithësisht rëndësia e të moshuarve dhe fëmijëve. Allahu Dhul Xhelal e krijoi njeriu në formën më të bukur. E bëri njeriu sundues në tokë. E bëri njeriun që ai të jetë zëvendës i Allahu Dhul Xhelal. Prandaj edhe atë e la me detyrat e tij që janë shumë të vlefshme dhe njëherët është nder dhe kënaqësi për njeriun. Allahu Dhul Xhelal krijoi edhe më të bukurën e kësaj dunjaje që është foshnja apo fëmiu. Dhe na obligoi neve si prindër, si familjar, si shoqëri, si rreth, që të kujdesemi sepse është emaneti Allahu Dhul Xhelal. Fëmiu është ajo letra e bardhë që vjen në këtë botë si natyrshmëri e pastër. Ashtu e ka përmendur Allahu me fjalën fitre në Kur'an. Dhe po ashtu ky fëmijë është ai i cili lulëzon dhe është dashuria e gjithë familjes. Është vazhdimësia e shoqërisë dhe po ashtu fëmia është ai i cili na ka dhënë kujdes të veçantë Allahu Dhul Xhelal për ne si obligim dhe si detyrë shumë të madhe. Pejgamberi alayhissalatu vesselam na ka sqaruar dhe na ka thënë në një hadith të tij se fëmijëve jepuni dhurata dhe po ashtu jepuni edukatën më të mirë. Usame ibn Zeidi në një hadith të tij hërëfen dhe thot: kur isha te pejgamberi alayhissalatu vesselam, pra shpesh në vegjli, në fëmijëri, më ulte në prehrin e tij në njërën anë, ndërsa në anën tjetër e ulte nipin e tij, Hasanin. Dhe ishte ai i cili masi që na puthte, na përgëdhelte, ishte ai i cili e lutte Allahun fuqiplot: o Zot, mëshiroj këta fëmijë, sepse edhe unë jam duke i mëshiruar, edhe unë jam duke kujdesur me butësi, me mirësi. Me këto fjalë pejgamberi alayhissalatu vesselam tregoi se sa respekt të veçantë jep për frutin e jetës tonë, që është në këtë botë, fëmia, dhe tregon se muslimani ka një bardhë dhe një peshë shumë të madhe. Tregon pejgamberi alayhissalatu vesselam në për shumë hadithe, duke na treguar se kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo kush është përgjegjës, është çoban, është bari për tufën që e ka, për familjen që e ka, për fëmijët, shoqërinë që e ka. Dhe kjo përgjegjësi para Allahu Dhul Xhelal do të përgjigjet. El malu wal banun zinatul hayatid dunya. Edhe pasuria, edhe evladët janë pasuria, zbukurimi më i madh i kësaj dunjaje. E derisa Allahu Dhul Xhelal na ka beku me këtë begati kaq të madhe siç janë fëmijët, është përgjegjësia e jonë që ne të kujdesemi, t'i respektojmë, t'i shkollojmë, që nga fëmijëria e tyre gjithsesi posa të lindin, të vendojmë emra apo t'i emërtojmë me emra të bukur. Masandej është edhe sunetia, masandej është edhe martesa, por mbi të gjitha, thot pejgamberi, fëmijëve t'u lësh edukatën më të mirë. Kur përfundon fëmijëria, veç vjen rinia. Masandej rinijës fillon njeriu edhe në moshën të jetë të mençurisë. Mas moshës së mençurisë, pra mosha mesatare,
vjen fundi i njeriut dhe kjo është pema e fundit që kalitet është pleqëria. Allahu Dhul Gjelal ka dhënë pleqërinë si liq, ka dhënë për ne si besimtar, ka dhënë për gjithë mbar botën edhe të tjerët, dhe ka dhënë që çdo krijesë të mplaket, ta shofe se ky fenomen nuk ndalet. Pra Allahu Dhul Gjelal është ai i cili krijoi edhe rinin, po krijoi edhe pleqërinë. Po edhe për pleqjet Allahu Dhul Gjelal tregon edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pleqëria është ajo që njeriu e humb bukurin me shëmtin, me rrudhjen, apo edhe me thinjen e tij. Njeriu e humb edhe shëndetin në pleqëri. Njeriu e humb edhe forcën në pleqëri, që tregon se krijuesi Allahu fuqiplot është më i madhi. Ajetin të cilën e përmendëm në fillim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu Dhul Gjelal ka dhënë vendim të prerë që mos besoni asnjë tjetër përveç Allahu Dhul Gjelal. Dhe masandit të së respektoni prindrit tuaj. Me një fjalë, njerëzit që ju rrethojnë, të moshuarit që ju rrethojnë, ata të cilët i keni në farefisin tuaj. Pra kjo është obligimi inj që na i dha Allahu Dhul Gjelal. Wa qul rabbi irhamhuma kema rabbayani saghira. Ajeti me njëherë i surës Isra tjetri, vazhdon dhe thot, o Zot, më shiroj prindrit e mi, pra pleqet e mi, sikur se ata më mëshiruan mua kur unë isha i vogël. Pra të di këto ajete të Kuranit Azimushan, na simbolizojnë se ne kemi një respekt të veçantë për prindrit tanë, për pleqet tanë që na rrethojnë, sepse është obligueshmëri. Pejgamberi alayhisalatu vesselam shpesh ka thënë respektoje shokun e babës, pra ai që është sot plak, ndërsa ti je më i ri, sepse kjo është një dhunti, kjo është një bereqet, kjo është atë që e dëshiroi pejgamberi alayhisalatu vesselam. Enes ibn Maliku tregon se një ditë erdhi një njeri plak te pejgamberi alayhisalatu vesselam për ta parë, për të konsultuar, ndoshta edhe për të pranuar Islamin apo të informohet rreth Islamit. Njerëzit që ishin rreth pejgamberit sikurse me vështirësi ja hapën rrugën. Pejgamberi e vërejti dhe çfarë tha? Kush nuk i mëshiron fëmijët dhe kush nuk tregon respekt ndaj të moshuarve, lejse minna, nuk është nga ne. Nuk është nga shoqëria jon islame. Pra ky hadith na tregon edhe një herë, na e vërteton se pejgamberi sa i çmonte të moshës së thirr, pleqet, tregonte se sa vlerë kanë ata. Edhe Allahu Dhul Gjelal nuk i haroi asnjëherë as në Kur'an, por as pejgamberi alayhisalatu vesselam në traditën e tij. Shpesh pejgamberi alayhisalatu vesselam na ka këshilluar dhe na ka thënë se respektimi i muslimanit ndaj një të plaku, qoftë ai i thirr, qoftë ai i rrudhur, tek Allahu Dhul Gjelal njeriu është i vlerësuar dhe më së shumti. Pra kur ti respekton një plak, Allahu Dhul Gjelal të ka respektuar. Dhe hadithin e fundit që e përmbyllim këtë ligjërat dhe këtë këshill, pejgamberi alayhisalatu vesselam na ka thënë se do të gradohet, do të ngritet, do të vlerësohet tek Allahu Dhul Gjelal një njeri që ishte në shërbim të një plaku apo një të moshuari. Pra këto janë hadithet e këndshme, hadithet që janë për ne një vlerë me rëndësi shumë të madhe, për të na treguar se që nga fillimi Allahu Dhul Gjelal na dha obligime ndaj fëmijëve tanë, ndaj rrethit ku jetojmë, po ashtu na obligoi edhe për pleqet tanë që ata mos përfundojnë në parazile të ndryshme, por ta kenë tek gjiri familjar, tek fëmijët e tyre, tek niprit e tyre, dhe kështu të dalin nga kjo botë vetëm me fjalën La ilaha illallah, që është se dëshmoj nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është pejgamber dhe i dërguar i tij. Prandaj e lutim Allahun Dhul Gjelal që respekti in të jetë maksimal ndaj këtyre dy kategorive që janë të ndryshme, njëra e hershme, tjetra është e vonshme, por të dyja e kanë vlerën tek krijuesi i gjithësisë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.